për përshkrimin po e bëni ndryshe, apo? Natyrisht, sepse ne kemi nevojë për atë shërbim, dhe nuk kërkon mekanizëm të cilin këta nuk... Po mirë, tash atë gjysmë milioni na e krijojmë në linjë buxhetore, ajo nuk është problemi jot. Ti do e kesh vlerën e kontratës të cilën e ke pas paraprakisht, sepse kësaj rave nuk është situata si kur në vitin 2024 kur është minimizu shërbimi prej operatorit ekonomik. Mundësi kryeshefit na përgjigjet këtë pyetje si kjo është shumë e rëndësishme. Kryeshef, komuna ka drejt të androj destinimin e angazhimit të ndërmarrjes, sepse ka aksionar aty. Nëse vlera është e njëjtë, nëse 1.5 milion euro po ju ofrohen jo për mbledhjet e grumbullimit të mbetorinave në shtëpi, po për mbetorinat sipërfaqësore. Çka duhet të jetë problemi i kompanisë? Pse duhet ta refuzojë këta kompania? Jo, nuk e kemi refuzu kur, asë një herë, për kondrazi ne kemi e-maila që kemi të kome të njësi e-maila, shumë shpejt. Edhe të njësi e-mailat edhe 6 herë i kemi shkru për këtë kontrol. Mirë po Arben, na nuk e kemi të lashën të kjo... Ta dëgjojmë pak kryeshefin, drejtor, me shumë respekt, ta dëgjojmë të në fund kryeshefin, po. Nuk kemi kontrol asë një herë. Na e kemi të lashën të pamësia financiare, për shkak se kemi kry shërbim 5 muaj pagesa dhe thirrja që komuna zyrtarisht i ka bërë qytetarët kanë pagu në komunë dhe nuk besoj që veç 346.000 euro që po thotë drejtori. Ne sot kemi zyrtar këtë raport. Unë e pranu listën e paguesve. 22.000 klientë janë që kanë pagu. Mbos listës që më është dërguar nga shefi i sektorit mbetorinave, Duka Xhingashi. Na e kemi emailën zyrtare, jetu e përcjell. Na i ka dërgu, na e dim sakt me emër me mbiemër kush ka pagu. E kemi raport zyrtar prej drejtorisë të financave 341.000 euro në hyra prej qytetarëve për periudhën janar-maj deri më tani. Edhe na e kërkojmë çështje zyrtarisht, edhe kërkojnë e javë dërgojnë. Edhe pse është problem na u transferu ato drejtor derisa të bëhet këtë hidhen gjykat. Nuk e di se unë nuk jam drejtori financave, nuk është çështje si takon drejtorisë time, duhet ta shohim cila është mundësia. E kum shti edhe drejtoreshën e financave në komunikime, edhe ajo është ndjeni. Po një pyetje kam që është esenciale. Vlera është e njëjtë apo 1.5 milion euro do t'i merrnit edhe në në angazhimet e zakonshme që i ka pasur ndërmarrja edhe në këtë angazhimin e ri që po kërkon komuna. Dua ta jap edhe një sqarim shtesë, të lutem, sepse është shumë i rastishëm për opinionin publik. Ne përveç kësaj kontrate 1.5 milion që e kemi ofruar për shërbimet shtesë, për cilat ne kemi presupozuar që ndërmarrja pastrimi mund t'i kryej me punëtorët e vet pa pasur nevojë për mekanizëm të cilin nuk e ka. Në dhjetor të vitit 2024 dhe e kemi ripërsërit në shkurt të vitit 2025 e kemi ftuar ndërmarrjen pastrimi për nënshkrim edhe të kontratës bazike për ofrim shërbimin e mbledhjes së mbetorinave në hapësirat në të cilën ne kishim menduar që ja del me mekanizmin aktual që e ka. Do thotë nuk është vetëm kjo kontratë 1.5 milion që është ofruar ndërmarrjes pastrimi. Kjo është kontrata shtesë që është ofruar ndërmarrjes pastrimi konform kontratës tjetër që ja kemi ofruar për grumbullimin e mbetorinave, por jo në tërë territorin e komunës Prishtinës, sepse kemi pasur 2 herë brenda një viti krijim të një gjendje emergjente e cila ka kërkuar rritje të mekanizmit përmes operatorëve ekonomik privat, e krejt kjo me qëllim që ta kemi Prishtinën sa më të pastër. T'japëm mundësi të përgjigjet kryeshefi.